Në qytetin e Gjirokastrës, rihetëzimi i vlerave të traditës po zbukuron atmosferën e festave të fundvitit. Suveniret dhe punimet karakteristike po zën gjithmonë më shumë vend si element të veçantë për dekorin e festave. Si çdo vit, ne jemi këtu të përgatitur që të bëjmë disa produkte ndryshe nga ato që janë të përhershme, mund të themi të përvitshme, që janë prodhime industriale. Bëjmë disa produkte artizanare në dru, kryesisht për zbukurimin e pemës Krishtlindjeve dhe për zbukurimin në përgjithësi të ambienteve familjare, po dhe atyre zyrtare të institucioneve të ndryshme. Disa nga këto element janë ato që bën edhe në mënyrë industriale, por ne kemi vënë fantazinë tonë edhe në bazë të kërkesave të përvitshme nga vizitorët e huaj dhe vendas, mundohemi që të plotësojmë kërkesat e dëshirat e tyre. Urimi nëpërmjet kartolinave është një tjetër vlerë e traditës që tërheq interesimin e moshave të ndryshme. Qytetarët e Gjirokastrës dhe të gjithë Shqipërisë vazhdojnë të ruajnë traditën e vjetër të kartolinave, nëpërmjet të cilave urojnë njëri tjetrin në gëzuar vitin e ri dhe festat e fundvitit. Edhe unë si punonjësi pak i vjetër i postës shqiptare, kemi angazhim me këto kartolina dhe po ja u kalojmë njerëzve. Është një mesazh i bukur që njerëzit urojnë njëri tjetrin, qoftë për Krishtlindje, qoftë për fundvitin. Kjo ka qenë një traditë e vjetër, brez pas brezi, edhe në kohët e sotme vazhdon edhe do të jetë edhe në të kaluarën. Ne mundohemi të gjejmë të gjithë personat dhe t'ia japin, ata na falenderojnë nga zemra për urimin që i vjen. Vjen nga jashtë vendit, edhe nga brenda vendit kemi. Festat e fundvitit kanë krijuar një atmosferë të veçantë në Gjirokastër, ndërkohë që në këtë periudhë qyteti i Gurt po tërheq edhe turistë.